Mbrojtësi kombëtare së Kosovës Albian Hajdari i ka dhënë përkrahje Granit Xhakës pas pritjes jo edhe aq të mirë në ndeshjen e mbrëmshme. Kosova mbylli kualifikuesit me një barazim 1-1 në Prishtinë ndaj Zvicrës në ndeshjen e luajtur në shiun e rept të martën mbrëma. Këto kualifikuese ishin historike për Kosovën pasi arritën ta mbyllin në vendin e dytë, duke siguruar një vend në play-off. Megjithatë, ylli shqiptar i cili mban fanellën e Zvicrës, Xhaka, nuk u prit edhe aq ngrohtë nga një grup i tifozëve në stadium, të cilët vendosën ta vërzhëllejnë pas çdo prekje të topit. E gjithë kjo vjen pas disa deklaratave të mesfueshorit të Sunderland kundër Albian Hajdarit dhe Leon Avdullahut, të cilët lanë fanellën e Zvicrës për të përfaqësuar Kosovën. Por ishte pikërisht Hajdari i cili i doli në mbrojtje pas ndeshjes, duke postuar një fotografi së bashku me Xhakën dhe Avdullahun me një mbishkrim: "Ne i jemi një." Kjo fotografi u shpërnda edhe nga Avdullahu duke treguar që edhe mesfueshori e përkrahë dhe nuk ju ka mbetur as pak hatri nga deklaratat e bëra. Fotografia u rishpërnda edhe nga vetë Granit Xhaka më pas. Granit Xhaka, kapiteni i padiskutueshëm i Zvicrës, zbriti në Fadil Vokli për ndeshjen e radhës ndaj Kosovës, ku në pjesën e parë një numër jo aq i madh, për të thënë dhjetra nga tribuna lindore, i vërshëllyen yllit të futbollit shqiptar. Shkaku ishte një deklarat për dy lojtarët të rinj shqiptar Albian Hajdari dhe Leon Avdullahun, të cilët Xhaka i vlerësoi si jo të gatshëm për të marrë minutazh të rëndësishëm në përfaqësuesen helvete, duke marrë si shembull Ardon Jasharin, një tjetër shqiptar që luan për Zvicrën. Por kjo situatë nuk duhet të hidhërojë askënd. Granit Xhaka asnjëherë nuk e ka fshehur prej ardhjen e tij, dhimbjen e familjes dhe historinë e kaluar, dhe gjithmonë ka folur me krenari dhe me zë të lartë për rënjet e tij shqiptare. Ai vazhdon të mbetet një nga mesfueshorët më të mirë në botë, aktualisht duke luajtur në Ligën Premier me Sunderland dhe më parë ka bërë karrierë të suksesshme te Arsenal dhe Bayer Leverkusen. Në kombëtaren e Zvicrës, Xhaka ka qenë lider i jashtëzakonshëm me gola dhe paraqitje memorabile, përfshirë ndeshjet kundër Serbisë ku ka treguar karakter dhe pasion, duke festuar me fanellën e Jasharit, një moment krenarie që nuk harrohet lehtë. Ai mbetet shqiptari vetëm i nominuar për topin e artë, një arritje individuale jashtëzakonshme. Numri që e vërshoi ishte i vogël në stadium, por Granit, edhe pse sot je i hidhëruar mos harro, mira për të mos thënë miliona shqiptar të duan në zemër për atë që je, atë që përfaqëson dhe që ke bërë për vendin tënd Kosovën. Në fund, Granit Xhaka mbetet simboli i profesionalizmit dhe lideri natyrshëm. Ata që e duan dhe e njohin e dinë se vlerat e tij nuk mund të fshihen nga pa kritika të izoluara.